Rrjetet sociale, të cilat dikur shiheshin si një mjet i dobishëm për lidhje dhe komunikim, po perceptohen gjithnjë më shumë si burim shqetësimi për prindrit dhe edukatorët në Vlorë. Ata ngrën alarmin për ndikimin që këto platforma po ushtrojnë te të rinjt, veçanërisht në aspektin psikologjik dhe social. Në një kohë kur përdorimi i rrjeteve sociale është bërë pjesë e pandashme e jetës së përditshme, shumë qytetarë vlonjat shprehin shqetësimin për pasojat e këtij fenomeni në formimin dhe sjelljen e të rinjve. Nga deformimi i realitetit deri te presioni për të ndjekur modele jo reale, ndikimi është gjithnjë dhe më i dukshëm, dhe sipas tyre shpesh edhe më i dëmshëm. Në intervistat e zhvilluara në rrugët e qytetit, qytetarët vënë duke rënien e ndërveprimit natyral, varësitë ndaj pamjes së jashtme dhe përjetimin e një realiteti të shtrëmbëruar përmes botës virtuale. Po thuj se nuk i kemi marrëdhënie të fare mirë shpirt. Ai ka bërë intervent në zemër. Unë pleqëri nuk është se merremi. Niprit mbesat fëmijët për te i detit na marrin në vend të shkelim jeshilen, shkelim të kuqen, vjen keq. Mendoni se do dëmshme ka për në telefon? Po sigurisht për mendimin tim po. Nëse nuk përdoret me karar, me kohë të reduktuar, sigurisht është i dëmshëm për mendimin tim. Pastaj zgjedhja është individuale shpirt. Vartësi që po e prish, po e që orienton njeriu, po e që orienton përmbajtjen e gjithçka që bëhet, na dëmtojnë, të rinë si su dëmtojnë. U qorodisin, u shpjen në rrugë të pa orientuar dhe të pa interesuar, kupton? Unë dëgjoj, unë e lexoj në një gjë kështu, asnjë gjë nuk besohem, vetëm merrem lexoj ato politike të luftrave që bën ande dhe shikoj televizorin. Në YouTube më tepër. Edhe në TikTok. Çfarë rrjetet? TikTokun po, Instagramin jo. I besoni gjithë ato çfarë thuhet në TikTok? Më pëlqen shumë TikTok. Nash i besoj, nash. Ka dhe që nuk janë shumë të vërteta ato që thuhen. Po mua më pëlqen e përdor shumë TikTok. Mendoni se janë dëmshme këto rrjete sociale? Për të rinj, mosha e vogël, janë të dëmshme. Por mua më argëton. Mendoni se argëtim? Po, argëtim. Më pëlqen shumë. Sociale Facebook, qëndroni gjatë? Jo, unë nuk shikoj asnjë nga ato. Se unë mbaj një telefon nga ata të vjetrit, siç jam dhe vetë. Niprit mbesat, unë i kam të larguar, kështu që ata patjetër që i përdorin. Nuk di ta përdor telefonin. Po niprit apo mbesat? Ata e përdorin telefonin të gjithë, pa merak. Rin shumë në telefon? Vallai probleme kemi. Problem se edhe në banjë për fakt të shpen, edhe atje me telefon dohen. Hape derën me zalla se hapin atje në banjë. Janë të varur për telefonin? Janë shumë të varur, shumë. Sidomos mosha 18 vjeç, 13 vjeç, 12 janë të lidhur shumë me asaj. Fonat? Po, Qëndroni të gjatë? Vodafonit. Po dhe qëndrojnë. Rrjete sociale, keni Facebook? Facebook, po. Jeni të varur për tyre? Jo, Po lajmet që shkoni në Facebook, i besoni gjitha? jo, nuk i besoj. Besoj lajmet në televizion. Po për brezin tonë, mendoni se është i varur nga telefoni, nga rrjetet? Besoj se po. Janë dëmshme këto për... Patjetër. Si ndikojnë këto? Të ju ndikojnë se vareni shumë nga telefoni, besoni në telefon, kërkoni të dilni sa më bukur, kërkoni të bëni Photoshop, çfarë them unë shketa? Këto janë, ne si bëjmë dot ata. Jo, nuk i përdorim ato. Këto i këtuam vetëm për ato që na duhen ne. Të flasim me fëmijët, me miq, me shokët. Po për brezin tonë, mendoni se është i varur nga rrjetet sociale? S'ka nevojë të pyetësh fare. Shiko moshën tuaj, të gjithë janë me telefona, duke ikur, duke folur. E ulen në tavolinë me telefon, vjen te babait e nëna me telefon, as i shijojmë, as u bëjmë, as juve, as fëmijët tuaj. Psikologët paralajmërojnë për pasoja afat gjata në vetvlerësimin dhe zhvillimin emocional të rinjve. Ata rekomandojnë edukimin mediatik të strukturuar në shkolla, përfshirje të familjes në orientimin digjital dhe nxitjen e aktiviteteve që promovojnë kontaktin real dhe të shëndetshëm mes bashkëmoshatarëve. Në një qytet me identitet të fortë si Vlora, sfida që shtron përdorimi pa kontrolluar i rrjeteve sociale është gjithashtu një thirrje për rikthimin e vlerave të dialogut të vërtet dhe për ndihmën që duhet t'ju ofrojmë të rinjve për të gjetur ekuilibrin mes botës virtuale dhe realitetit që i rrethon.